Presidenti i Republikës Bajram Begaj përkujtoi 17 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, duke cilësuar atë si një arritje historike që ka forcuar sigurinë, sovranitetin dhe rolin e vendit në Aleancën Euroatlantike. Kreu i shtetit vlerësoi kontributin e Shqipërisë si një aleate denj në shërbim të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, duke theksuar angazhimin e vazhdueshëm të vendit në misionet dhe operacionet e aleancës. Në këtë kontekst, presidenti Begaj shpreu krenarinë për përkushtimin dhe profesionalizmin e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, të cilat kanë kontribuar me dinjitet krah aleatëve kudo sa herë dhe ku është kërkuar kontributi i tyre. Presidenti theksoi se Shqipëria mbetet e palëkundur në përkushtimin e saj për të qenë një faktor stabiliteti dhe sigurie dhe se krah aleatëve të saj ajo devijoi të kontribuojë për paqen, stabilitetin dhe ndërtimin e një të ardhme më të sigurt për të gjithë. Në të njëjtin linj ka qenë ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili e cilësoi antarësimin në NATO si një hap vendimtar që konsolidoi themelet e sigurisë kombëtare dhe orientimin euroatlantik të vendit. Hoxha theksoi se Shqipëria ka dëshmuar ndër vite se është një aleate përkushtuar dhe e besueshme, duke kontribuar aktivisht në misionet e NATO-s dhe duke promovuar stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, përfshirë mbështetjen për perspektivën euroatlantike të Kosovës. Duke parë drejt së ardhmes, Hoxha bëri të ditur se Shqipëria po përgatitet të presë për herë të parë në rajon një samit të NATO-s, duke cilësuar këtë si një shprehje të besimit në rolin dhe kontributin e saj brenda aleancës.